Herë, kime që herët me shku në punë, a ndikon edhe gjumit e kjo pjesa e metabolizmit edhe e këtyne ndryshimeve pozitive? Po, realisht për atë arsye në fillim, na kemi çrregullem, edhe ata që e kanë rregull komplet metabolizmin. Që s'kan probleme heq, po. Kemi fillim çrregullem për shkak kësaj gjumit. Lëvizjes, po. Për arsye se, për shembull, kushte normale, për me marrë energji edhe më çut, du të më liru kortizoni, edhe me fillu trupi me liru insulin, a me prodhu energji. Nuk muj më këfil, pa ndull këj proces në organizëm. Edhe tash në këtë rast, na e çrregullojmë. Edhe melatonina, se në momentin që çrregullohet prodhimi i kortizolit, çrregullohet edhe melatonina, që është hormoni që na flem, që na qet në gjëm. Edhe normal që në momentin që çrregullohet kë cikël, normal që ka me pas çrregullime ata që janë normal, mos flasim ata që kanë probleme. Edhe zakonisht që nuk e vazhdojnë agjerimin, janë kryesisht ata që kanë probleme gastrointestinale, në përgjithësi sistemit tretës, që e ndërprejnë ose që kanë vështirësi për me vazhdu. Po, nëse veç kanë motiv dhe mujnë me shty deri në ditën e 15-2 javë pak të me kalu, ata kanë mi pas përfitimet më të mëdha se çdo problem tjetër shëndetësor, se fillon mu stabilizu, më tha me kitë ritmin e ri. Normal që e çrregullon kjo pjesa e gjumit, po në momentin që kalon kjo periudhë fillon mu stabilizu. Më thënë fillon me kalu në ritëm normal edhe prodhimi hormonave.